Zoti Meçe, tashmë zgjedhjet mbaruan. Megjithatë, vazhdon jo kontestimi, por Berisha sot dha një deklaratë që nëpërmjet llobimit të tij me 6 milion të cilën ai e bëri, që kanë dalë dokument, ka bërë 2 kërkesa për t'i hek nën gradën, tash ti e ktheu që ky llobim do të jetë për mos njohur zgjedhje dhe për të çuar materiale Shteteve të Bashkuara dhe Europës për manipulimin, vjedhjen, masakrën zgjedhore. Berisha e bën këtë gjithmonë. Berisha ka qenë fakt ai që ka bë modelin e masakrës zgjedhore në 96-ën, ku ju e dini shumë mirë se keni qenë. Pyetja është përse bën Berisha këtë dhe çfarë do të arrijë me këtë? Dhe a mendoni ju se kemi një masakër zgjedhore me 300.000 vota diferencë? Dhe a duhet merret më, janë 3 pyetje bashkë, a duhet merret më media me një subjekt irrelevant tashmë, që nuk ka asnjë vlerë, asnjë fuqi, vetëm bëhet është hilaritet kur i dëgjon, kur i shikon, se as nuk të nevrikosin më. Don njerëzit e thjesht janë largu gjithë nga kjo klim. Por sigurisht ai ka njerëzit e vet, të cilëve i ka bën ndere, të cilët i besojnë atij, gjithmonë edhe kur vdesin diktatorët më dhej, ka ca njerëz që qajnë mrapa. Si mendoni do shkojë kjo punë, dhe kryesorja që duhet të sqarosh, duhet merret më media me këtë çështje? Me Berishën konkretisht. Jo diskutua shumë çështje, të cilat duhet konsideruar hap pas hapi dhe ndoshta në analizën e trajtim mundet e zarojnë edhe problematikën që ju transmetohet. Së pari, Berisha rikthehet si lider në krye të opozitës shqiptare ose të Partisë Demokratike, që në gjykitim ka qenë sekti berishian, të cilën ai e rimori ligjërisht. Ishte lider faktik, kreoi një akt publik të dorëheqjes së tij, dhe ky akt publik i dorëheqjes është një akt që në dinjitetin e tij u vlerësua, sepse në fundit prodhoi de jure, po de facto jo. Pra, prodhoi një precedent që kushdo që humbet zgjedhjet, pavarësisht që u kontestua dhe në atë periudhë, përsëri humbja është humbje, dhe ai i cili është përgjegjësi kryesor i një procesi elektoral është lideri i grupimit që ka humb. Dhe në këtë kuadër, kjo dorëheqje për të vërtetës u vlerësua si akt. Ishte i vërtetë ose jo? Eksperienca jonë dhe profili jonë i gjithë analizave ka vërtetuar që pavarësisht që de jure në krye të Partisë Demokratike ishte Lulzim Basha, de facto ajo parti vazhdon të ishte parti e Berishës, të ishte një SHPK i Berishës, ku Berisha komandonte gjithë procesin, por jo në pamje të parë, por në prapavi. Dhe gati të gjithë ata funksionarët të cilët në kohën e Bashës luftuan dhe u vendosën në krah të Bashës, po ti shikosh, i ke gjendje fizike sot në krah të Berishës. Dhe historikisht, që nga dita para 12 vjetësh ku Berisha u largua nga kjo parti dhe deri më sot, këta individ kanë qenë personat më aktiv në aktivitetet mediatike dhe politike të Partisë Demokratike. Nuk mundu në asnjërin prej tyre që sot i shef aktiv, t'ju prodhoj pika këputje në kohë, shkëputje nga Partia Demokratike nga aktivitetet e saj. Qoftë të marrim Tritan Sheun, të marrim në Nokën, të marrim Vokshin, të marrim Bylykbashin, këtë doni të marrim për tyre. Të gjithë për përjashtimi përkasin atij stafi i cili ka qenë që në momentet e para. Kur u rikthye, Berisha propagandoi 2 objektiva të tij që ishin objektiva shumë të rëndësishme në planin demagogjik. Objektivi i parë ishte ndërtimi i një statusi dhe krijimi të një partie e cila mbështetej mbi status demokratik i detyruar për zbatim, dhe objektivi i dytë ishte në parim, se ka dhe shumë tjera, por në parim ishte bashkimi i opozitës, bashkimi i të djathtas shqiptare. Natyrisht ne jemi tashmë dëshmitar të faktit që
bashkimi nuk realizua, përkundrazi, lufta e Berishës për të mos futur në gjirën e vetë, të gjithë ata që dikur u shprehen kundër tia, u baq evident sa solli me vete prodhimin e disa izmave të tjera të dalën nga Partia Demokratike. Ajo që është tani për të debatuar është statuti. Statuti në vetë kishte dy element. Elementi i parë ishte një parti demokratike, jo Partia Demokratike, po një parti demokratike, në radhë të parë do të prodhoi fraksionet, pra do të lejojë mendimin e lirë të shprehur dhe të organizuar brenda partisë, brenda strukturës vete. Parë dhe dyta, ai që u quajt në atë kohë me një demagogji të shfrenuar, Neni Basha. Neni Basha ishte neni i cili sankciononte me statut dhe me ligj partie, kushdo që humbet zgjedhjet, automatikisht shkarkohet dhe nuk vazhdon me procesin. Dhe për të vërtetës, në perëndim, ky është ligji bazë. Ligji bazë i çdo grupimi politik demokrat. Në momenti kur ti ndjek një proces elektoral, dirigjon një proces elektoral dhe përfundimisht e fiton atë, merr të gjithë benefitet e fitores para ti bëhesh drejtuesi i shtetit, drejtuesi i qeverisë, sipas nivelit ku ti ke arritur, dhe kur humbet me njerë pa kushte, pa pritur përfundimin e zgjedhjeve, por që në momentin kur paraqiten të dhënat e para dhe trendi është i qartë në humbje, jepet dorëheqja publike. Tashmë, ky nen i cili u propagandua me shumë të madhe nga Ande Berishës, që ne në Parti Demokratike dhe humbe zgjedhjet do të lesh vendin. Sepse një nga termat kryesorë me cilin u godit Basha ishte humbi dhe do shkojmë në fitore. Humbi dhe do shkojmë në humbi dhe nuk do njofim zgjedhjet. Dhe mbi këtë logjik, Basha mbeti aq kohë në krye të Partisë Demokratike, që natyrisht nuk ishte Basha, po ishte Berisha që mante Bashën, gjithmonë me logjikën e mungesës së kësaj dispozite.